Një 36 vjeçar shqiptar është gjetur i varur dhe në gjendje të dekompozuar brenda një magazine në zonën e Trynavos në Greqi. Mediat në vendin fqinj kanë raportuar se i ndjeri, identiteti i cilit nuk është bërë ende me dije, punonte si punëtor tokash në këtë zonë. Identifikimi i trupit u bë pasi disa miq të tij kontaktuan me median lokale greke dhe e njohën atë nga përshkrimi dhe imazhet e publikuara në një raportim të mëparshëm. Ata ishin në kërkim të tij prej ditësh. Menjëherë pas kësaj, policia greke njoftoi familjen e viktimës në Shqipëri dhe nisi procedurat për identifikimin e plotë të tyre. Trupi u gjet në një magazin pranë një rruge dytësore, në një vend jo lehtësisht të dukshëm. Zbulimi u bë nga një qytetar që kishte materiale ndërtimi në një truall aty pranë dhe ndjeu erën e rëndë që vinte nga godina. 36 vjeçari ishte varur me një litar shumë të hollë, të ngjashëm me ata që përdoren për vreshtat. Mësohet se litari është këputur nga trupi dhe ka rënë në dysheme. Nga hetimet paraprake rezulton se magazina mund të jetë përdorur her pas here si stre nga persona të panjohur. Trupi ishte në gjendje të avancuar dekompozimi, gjë që sugjeron se vdekja ka ndodhur të paktën 5 ditë më parë. Autoritetet kanë përjashtuar mundësinë e një akti kriminal dhe po hetojnë të gjitha pistat. Trupi është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Larisa për autopsi, me qëllim për saktimin e saktë të shkakut dhe kohës së vdekjes.